mekja. Unë në fakt i kam realisht do më dhe shof gjithisoj s'kam kështu fare pozicion atje. S'kam dash kur të ndërhy në punë të tyre, më shduk qesharake kur kanë tentuar të ndërhyjnë këtu, po tashi sigur s'po e bëjnë më se morën mësimin. Dhe pjesa tjetër pastaj është nevojë për të qenë të drejtë dhe për të qenë vetjat. Po si e përjeton tani këtë punën e këtyre TUÇK-s që janë atje më? Tmerr. E kam, me fjalë zije me këta shokët e mi të Kosovës, edhe në Kosovë ka ndodhur një tranzicion i tmerrshëm politik. Tranzicioni politik që ka ndodhur atje është që ka një urrëtie për këta të UÇK-s që unë nuk e shpjegoj, dhe është urrëtie e stisur, është urrëtie e stisur nga politika, nuk është urrëtie që njerëzit i urrejnë UÇK-n ose njerëzit e UÇK-s. I urrejnë çfarë ndodhi kur ata erdhën në pushtet. Dhe unë akoma nuk arrit të kuptoj që më shumë para ka dhënë shteti shqiptar, kam dëgjuar, për ta se sa ka dhënë qeveria e tyre në drejtim të specialistëve dhe të ekspertizës për mbrojtjen e tyre. Për mua është e tmerrshme që ata ndaluan financimin për sa i përket. Jo, tani duhet të them diçka këtu sepse kam bërë këtë debat me njerëz. Okay? Dhe unë duke kam diskutuar këtë gjë nga afër me kryeministrin, me Albinin, por unë besoj që kjo nuk është, në këtë pikë nuk mund të them se ka bërë këtë gjë ose se nuk e ka bërë këtë gjë për arsye politike ose se mund kjo i ketë. Jo, prit, do të tregoj diçka. Që unë është e parë që të them këtë gjë, se kam thënë ndonjëherë publikisht, po e kam bërë debat me njerëz. Unë besoj që ai ka pasur frikë ta bëjë këtë gjë për të mos rënduar pozicionet e tyre. Okay. Sepse pozicioni i tij në raport me BE-n, në raport me edhe me drejtësi, me Shtetet e Bashkuara, nuk është i pozicion komod. Dhe nëse ai do futej në këtë fort në këtë gjë, nuk e di se sa kanë vënë, domethënë me siguri kanë vënë më shumë se ne pa diskutim. Edhe këtë mund ta them, ne kemi ndihmuar më shumë me sensibilizim, nuk kemi dhënë direkt sepse nuk kemi dash dhe ne të krijojmë këtë idenë që çfarë ndodh këtu, ç'pun kanë këta. kthehet në shqiptarizëm. Se po, shtet tjetër, ku diun me këto idiotësitë këtyre. Po besoj që ai nuk ka dash të ekspozohet si një person që po rrotullon frikën ndaj sistemit ndërkombëtar, ndërkohë që ka qenë hamtazi kundër atij tribunali. Nuk ka shqiptar që është pro, nuk ka shqiptar që është pro. Nuk e kam folë ndonjëherë, me siguri do ta flasësh se kush e di janë këto, do dalin sa titull atje në Kosovë, sa ta mezi presin më. Po më shiqyr, ama le të përgojojnë mua. Jo, bo se kam problem fare unë bo. Jo, ideja është që aty ju larguan dy nga këto baristerët më të mirë që kishe, po nejse, ajo është çështje tjetër. Si e përjetoj? Unë e përjetoj shumë keq. Kanë pas vështirë ata. Shumë vështirë në anën financiare, po prandaj po them. Është shumë e vështirë ta ngresh këtë gjë me sponsora, me patriotizëm, sepse gjyqi gjatë, avokatët janë avokatë, ata thonë faturën nuk ka aty, dhe faturat janë të kripura atje. Po unë besoj që mos ekspozimi, mos mbështetja në ana e Albinit ka qenë një çështje mos ekspozimi. Unë kështu besoj, nuk çiko për mua nuk ka rëndësi, për mua ka rëndësi. Tani se buam turën me radhat, herë turën ata që me Demek janë më afër me, herë turën ata që me Demek janë. Unë në fakt i kam realisht do më dhe shoh gjithisoj s'kam kështu fare pozicion atje. S'kam dash kur të ndërhyjë në punë të tyre, më shduk qesharake kur kanë tentuar të ndërhyjnë këtu, po tashi sigur s'po e bëjnë më se morën mësimin. Dhe pjesa tjetër pastaj është nevojë për të qenë të drejtë dhe për të qenë vetjat.